tek, iki tek atıp unutmak lazım. Medicina, Spitali Amerikan. Të nderuar zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma. Faleminderit që shëndroni me ne në valët e televizionit Apollon. Faleminderit që shëndroni me ne pra si çdo të premte në emisionin Medicina. Sonte kemi vendosur të flasim për sa i përket sëmundjeve të cilat trajtohen në rrugë kirurgjikale. Për të folur më gjërësisht, më në mënyrë specifike, sonte kemi të ftuar mjekun doktor Bora Koza. Mirëmbrëma. Faleminderit që pranuat ftesën të ishet sonte me ne. Thank you for accepting our invitation. Ka shumë sëmundje, mos them pjesa 90% e sëmundjeve që trajtohen në rrugë kirurgjikale. Chirurgical. Yes. Po. Fillimisht do të flasim First, për sa i we will talk përket about kancerit të zorrës së trash. the Flasim pak colon sa në cancer. terminologjike. Çfarë është kjo si sëmundje? What is the cancer of colon? Colon cancer Kanceri i kolonit, zorrës së trash, very wide in the world. është shumë i përhapur. Especially for after 50 years of old Sidomos age, pas mosësh 50 vjeçe, it is very common. është shumë e zakonshme. It can be in the each part of the colon. Mund të jetë në çdo pjesë të zorrës së trash. We can say that there Mund të are themi që janë 5 parts of the colon. 5 pjesë të zorrës së trash. Mostly we see the Më së cancer shumti ne in the shikojmë close to the anal region. më së shumti shikojmë kancer në zonën e anusit. We call it rectum. Ne i quajmë atë Cancer. rektum, kanceri i rektumit. Mostly we see people with Më së this rectum shumti ne cancer. shikojmë njerëzit me kancer të rektumit. It can be also in the young age, Mund të jetë edhe në mosha të reja, but it is, as I told, mostly por after siç 50 thash, years of old age. gjendet më shpesh pas moshës 50 vjeçare. The reason for this, Arsyeja për këtë it can be genetically mund të jetë gjenetike and because of the diet factors, dhe për shkak të dietës, family factors, familjar, shkaqe chronic familjare, constipation, kapsllëku kronik, alcohol alkooli and smoking. edhe duhanpirja. Flasim pak sa për shenjat klinike Let's të talk kësaj about the sëmundje. symptoms of this disease. Yes. The symptoms are actually depends on the patient. Simptomat varen nga There are pacientët. various of symptoms. Janë simptoma të shumta. It depends where the tumor localizated. Varet se ku është lokalizuar tumori. For example, if Për the shembull, tumor is Në at the end qoftë of se the colon, tumori është në fund të zorrës së trash, then mostly the patient comes with atëre bleeding. pacientët vinë më së shumti me gjakrrjedhje. This bleeding mostly occurs Kjo during defecation. gjakrrjedhje ndodh më tepër gjatë defekimit. So the patients mix the disease Kështu with që hemorrhoids. pacientët i ngatrojnë këtë Majasa. sëmundje me hemoroidet, majasalli. Second, Së the dyti, patient comes pacientët vinë with hard defecation, me vështirësi në defekim, problems with defecation. probleme me defekimin. They want to go to toilet but they Duan can't. të shkojnë në tualet, por nuk munden. Some of them comes Disa with nga ata vinë chronic constipation. me konstipacion kronik, Some of them comes with abdominal pain, disa chronic, vinë me dhimbje barku, which is unexplained. që është e pashpjegueshme. Some of them comes with anemia, Disa të tjerë vinë me anemi and some of them comes dhe with disa vinë obstruction me obstruksion, me blokim of the colon. të zorrës. All of these patients Të gjitha këta pacient has the history of weight loss, kanë një histori në humbje të peshës trupore. and they have anorexia. Kanë gjithashtu mungesë oreksi, They don't want to eat, nuk duan të hanë and mostly they feel tired. dhe së shumti ndihen të lodhur. These are the most common symptoms. Këto janë simptomat më të shpeshta. But of course it depends Por on the gjithashtu localization varet edhe and nga the lokalizimi size of the tumor. dhe masa e tumorit. Si bëhet trajtimi i kancerit të How zorrës? is Çfarë this rrugë ndishet disease, për trajtimin e kësaj sëmundje? Treated. Dhe a është e rëndësishme që të kapet në Is it fazat necessary to hershme, that, domethënë dhe si mund të trajtohet To nëse see kapet this in the në first fazat e hershme? stage, the tumor, to
është keq të tumor? So yes, of course. In all tumors, Sigurisht në të gjithë tumoret, I told before siç also, thash edhe më përpara, catching early is ta the kapësh më herët best. është gjëja më e If mirë. you catch the colon cancer Në qoftë se early, kap kancerin e kolonit herë, then you can treat it atëherë mund ta 90% trajtosh. completely. So it is very important to Kështu catch që the është shumë tumor e early. rëndësishme In all që cancers. në çdo lloj kanceri që të kapet në fazat fillestare. Treatment depends on the Trajtimi stage. varet nga stadi. If the patient has the chance for operation, Në qoftë se pacienti ka mundësi për të operuar, then cleaning the tumor atëherë deeply ta pastrosh is tumorin the main të treatment. gjithsin është trajtimi kryesor. After doing this operation, Pasi bëhet ky operacion, some of the patients take chemotherapy disa nga pacientët bëjnë kimioterapi and some of the patients take radiotherapy. dhe Depends. disa radioterapi. But the main treatment is Por surgery. trajtimi kryesor është kirurgjia. And there are different types of operation methods Ka disa lloj metodash të operacionit, depending on the patient, depending on the varet tumor nga process. pacienti, varet dhe nga lokalizimi i tumorit. Pra, do të thonë nëse se kapet në fazat So avancuar të if saj, the cancer is it bëhet catched in trajtimi the në first rrugë stage, kirurgjikale. the medication is in chirurgical. Yes, the till to treatment. third stage the treatment is the surgical. There are 4 stages. Janë 4 stade. Në 3 stadat e para bëhet kirurgjikal. At the fourth stage, Tek stadi 4 they don't have the chance for operation. nuk kanë mundësi për të operuar. You can do the operation, but Mund të bëhet for operacioni, nothing. por nuk ka ndonjë vlerë. Pra nuk ka rezultat. There is no result. Stadi Yes. 4 i kësaj sëmundjeje. yes, it is Po. just for chemotherapy. Bëhet vetëm You kimioterapia. can't do anything. Sa është përqindja e pacientëve të cilët paraqiten pranë spitalit the- amerikan me kancer which is të the- zorrës së trash? The number of the patients that came in American hospital Besoj se duhet with ketë një this kind of përqindje të problems. lartë. Yes, The percent. actually, we can Po, say that në colon të cancers vërtet mund të themi që të gjitha kancerët, from all the cancers, nga të gjithë llojet e kancerëve, we can say that 40% mund të themi që 40% of the patient is colon e cancer. pacientëve është kanceri i zorrës së trash. The other 40% is breast cancer. 40% që tjetër është kanceri i gjoksit, The other 20% is different parts edhe of the body. 20% që tjetër është kancer e llojeve të Në ndryshme. çfarë fazash paraqiten këta pacientë Which me stage kancer does të the zorrës së patient trash? Paraqiten në fazat e hershme të saj Are apo they në fazat in të the first vonshme? stages or Dhe si ka qenë later stages? trajtimi? Actually, And how këta pacientë? did you treat them? here we see Në fakt, ne in Albania ne always shikojmë në Shqipëri, in advanced stage. shqiptarët, pacientët shqiptarë kanë faza të vonshme të kancerit. Because of some reasons the patients Janë comes disa arsye, late. pacientët vinë me vonesë. We don't hear mostly catch early cancers Nuk dëgjojmë shpesh që të kapet kanceri në fazat e para, because mostly the patients don't go to routine controls. sepse pacientët nuk shkojnë në kontrolle rutine. For example, they take their machinas to every time. Për regular shembull, ata e control, çojnë makinat e tyre për kontrolle but të they don't take vazhdueshme, themselves. So por we ata see nuk kujdesen për advanced vetet e tyre. tumors. Prandaj ne shikojmë tumore në fazat e mëvonshme. Sometimes when the patient comes, we have Ndonjëherë nothing kur to do. pacientët vinë, ne nuk kemi se çfarë të bëjmë. But how we treat them? Por mënyra se si ne i trajtojmë. First, Së pari, if the patient fits for në operation, qoftë se pacienti është për operacion, we take him to directly before checking all the body. përpara se të jetë kontrolluar i and gjithë then trupi, we take to operation. ne e çojmë në operacion. In operation, we do the colon Në cancer operacion, operation with laparoscopy. ne bëjmë kancerin e zorës së trash me laparoskopi. Laparoscopy means without opening the abdomen. Laparoskopi do të thot pa e hapur barkun. We make it with camera inside. Ne e bëjmë me kamera brenda barkut. And we had several patients with this laparoscopy. Kemi disa pacient që janë bërë operacion me laparoskopi. This method is in the world the last Kjo method. në botë është The metoda newest më e fundit që aplikohet. With camera, you Me see një kamerë 10 times bigger all the tissue, që shikojnë të gjitha indet 10 herë më shumë. so that you can clean
it Kështu much që ti more mund ta pastrosh better. atë shumë më mirë. Plus, the patient Plus kësaj, pacientët sees any cutting or nuk incisions in kanë the trup abdomen. prerje të mëdha. They recover very, very quickly. Ata koha pas operacionit e marrin veten shumë We më can shpejt. start the chemotherapy for this reason very early. Mund të fillohet edhe kimioterapia më shpejt. Of course, some of the patients are late. Sigurisht që disa nga pacientët janë me vonesë And, we don't have the chance to do it dhe with nuk kemi laparoscopy. mundësi që ta bëjmë operacionin me But in laparoskopi. this case, we do Por në open këto raste ne surgery. bëjmë operacion të hapur. We have our own series in Turkey, in my clinic. Pardon? Our own literature in our clinic. Ne kemi all patients. literaturën tonë në Turqi In për operacionet e hapura. Turkey, nearly 400 patients in 5 Në years. Turqi we operated. mund të jenë 400 pacient në 5 vjet in this, me operacion të hapur. 400, Në këta 150 was 400, rectum cancer. 150 kanë pasur kancer të The others rektumit, were colon kurse cancer. pjesa tjetër e zorrës së trashë. And but mostly Kurse shumti, those patients were early. këtë stage. pacient ishin në faza të hershme. So for this reason, Kështu që për këtë the arsye, patients have to go to regularly control. pacientët duhet që të shkojnë në kontrolle të vazhdueshme. Përmendët pak më parë që keni pas pacient You pranë said, spitalit amerikan të you cilët said i keni before that you trajtuar have me a patient that you have laparoskopi. treated them with Si ka qenë rezultati i këtyre laparoscopy, which is the pacientëve result pas janë trajtuar me after the metodën e operation of these laparoskopisë? patients. Si ka rezultuar? Yes, actually they are doing very good now. Some of them are taking chemotherapy. Disa Some nga këta pacientët janë duke bërë don't kimioterapin. need. They passed after the operation Pas period. Very periudhës së comfortable. operacionit, ata ndihen shumë No mirë, pain. rehat, nuk kanë dhimbje, Because no cutting. për arsye se as nuk kanë We did a prerje të very good mëdha të clinic, barkut, and we bëhet expect shikohen vazhdimisht rregullisht këta inshallah a pacient, long time living. edhe do zoti kanë një kohë do kenë një jetëgjatësi më të madhe. Po. Është një temë shumë e hapur, shumë e zgjeruar për sa i përket sëmundjes së zorrës. Besoj se ka gjatë për të folur. E rëndësishme është që pacientët të kapin në fazat e para, pra në fazat e hershme të sëmundjes të tyre dhe të vinë sa më shpejt të diagnostikohet. Faktor tjetër i rëndësishëm është që çdo individ duhet të bëjë një check-up, të paktën And një herë në every vit. person should make a check-up. Yes. Now, for diagnosis, actually it is easy. Për diagnozën është e lehtë. I believe in every part of Albania, Unë jetoj në pothuajse në çdo vend të they have Shqipërisë, this chance for diagnosis. edhe ata kanë mundësi për diagnostifikim. Në çdo vend të Shqipërisë ata kanë mundësi për Where diagnostifikim. they go, Kur shkojnë, they have the chance for rectosigmoidoscope or kanë colonoscopy. mundësi për të bërë kolonoskopin ose They go rektosigmoskopin. with camera inside the Shkohet colon, me një kamerë brenda zorrës së trash and the doctors check all inside dhe the doktori colon. shikon në gjithë brenda zorrës së trash. And a lot of patients came with different CTs with Shumë this pacient result. kanë ardhur me rezultate të ndryshme. And this is being done in all the cities in, I think, in Albania. Besoj që kjo bëhet, So, ky lloj ekzaminimi bëhet në çdo qytet të They have Shqipërisë. the chance to go to Kështu që ata kanë mundësinë in që të their city shkojnë në for qytetet e control. tyre për kontroll. And beside it, just Dhe a përveç little kësaj, analyze with Edhe një feces analyze. analizë e lehtë e vogël me feçe. In the hospital, they check for blood. In Në the spital feces. ata shikojnë për gjak. Also, it is available in all in the Albania. Edhe kjo është e vlefshme në çdo And vend të Shqipërisë. one blood analyze for anemia. Dhe një analizë gjaku për anemi. And if the patient has a family history, Dhe nëse pacienti ka një historik familjar në sëmundje të then they ngjashme, have to go to regular atëherë controls ata duhet të after shkojnë për 35 years of vizita old age. të vazhdueshme. If they don't have any family history, Në qoftë se nuk kanë historik familjar, even without any problems, edhe pas një problem, after 50 years of old age, pas moshës 50 vjeçare, they have to go to control duhet që for të shkojnë për colonoscopy. kontroll. Because Për this kolonoskopi. begins Sepse with kjo little fillon mass.
Fillon si një masë shumë e vogël. If this mass is little, Nëse kjo masë është e vogël, then no need to do surgery. atëherë nuk është nevoja që të bëhet kirurgji. With the colonoscopy, Me kolonoskopin you take the mass e heq masën and it's finished. edhe mbaron gjithçka. The patient don't need Pacienti kirurgy, nuk ka nevojë për kirurgji, don't need chemotherapy. nuk ka nevojë për It is kimioterapi. very easy. Është shumë e lehtë, It shumë e is very lehtë. easy if they go to Është shumë e gastroenterologist, lehtë nëse shkojnë not surgeons, jo tek gastroenterologists. kirurgu, tek gastrohepatologu. Then I think all the gastroenterologists are Atëherë making mendoj se të ectoscopy. gjithë gastrohepatologët e bëjnë këtë ekzaminim, Easily kolonoskopin. they can take the little mass Atë shumë lehtë mund ta marrin, mund ta heqin masën e vogël and they can send it to biopsy. dhe and mund ta dërgojnë për it's finished. biopsi. It's Gjithçka finished. mbaron. But Këtu është very rare patients are coming in early. Por janë shumë të paktë ata pacientë që vinë në fazat e I saw hershme. a lot of colon cancers, Kam parë një kancer but të just zorës së one or trash, two patients very early. por shumë pak pacientë kanë qenë 2 Normally ose 3. it must be reverse. Duhet të jetë e kundërta normalisht. në rastet në shumë të rasteve kanceri i zorës së trash kapet në fazat e vonshme. Ti besoj tek këta pacient? Mostly the colon of cancer, the cancer of colon, is it seen in the late stage? Depends on the localization. If it is Varet not, nga vendolja. if it is in the down part of the colon, Nëse është në pjesën e fundit të it zorës makes së trash, hemorrhage. So the patient jep goes to doctor. hemorragji, prandaj edhe pacientët shkojnë tek doktori. So it gives symptom, you can catch the Jep pankesa, shenja, prandaj mund të kapet. If it is in the beginning of the colon, Por it nëse makes është no në fillim bleeding, të zorës, nuk ka little gjatë pain, rrjedhje, little pain, ka little pain. dhimbje të vogla, and then when it is big, then the patient edhe feels vetëm mass. atëre kur dhimbjet smadhohen, That patient comes edhe masa late. është smadhuar, atëre pacientët vinë. Yes. So even in no risk factors, no nothing, the Edhe patient has to go to kur regular nuk ka faktor rreziku, pacientët duhet të shkojnë për In kontrolle. this region, in Balkans, Në in këtë Turkey, region, në in, Ballkan, në Turqi, Mediterranean, në zonën we eat a mesdhetare, lot of meat. hahet shumë mish. Fibers are Fibrat less. janë të pakta. So the meat itself, just eating Mishi meat, vet, increases the risk. vetëm duke ngrënë mish rrit rrezikshmërinë. It is toxic to the colon. Është toksike për zorrën e trash. So these regions, Turkey, Kështu the që other këto parts, zona especially for in mesdhetare, Albania, sidomos në you see Shqipëri, that everybody likes meat, of course. So çdo eating a kush e lot. pëlqen mishin So sigurisht. it is the risk factor. Kështu që kjo është një So, faktor rreziku. If the patients Kështu që nëse pacientët takes care of themselves, kujdesen për vetet e tyre, they save their life, shpëtojnë jetët e tyre, they be much more comfortable. do ndihen më rehat, They are saved from operation, shpëtojnë veten e tyre nga at operacioni the end they save money. dhe normalisht kursejnë dhe para. Everything is related with it. Çdo If gjë është e they go lidhur to me regular këtë. controls, Nëse shkon në kontrolle të vazhdueshme, regular controls are easy. Everybody kontrollet can e vazhdueshme janë të Every doctor lehta, knows çdo doktor this. i di Not këto. me, just Jo vetëm doktor Buraku, every doctor por knows çdo doktor the i di standards, standardet, checkups. kontrollet. So if they go to Kështu any që doctor, nëse ato shkojnë tek it çdo will be a doktor, good checkup. mund të bëjnë një kontroll të Why shumë të not? mirë. Pse të mos shkojnë? Po. Flasim tashmë pak sa edhe për sëmundjet e tiroides. For, Besoj kohët e fundit është një thyroid. sëmundje shumë e përhapur, shumë Thyroid pacientë is janë të a prekur nga very common disease. sëmundja e tiroides. Disease. Do të them si fillim, cilët ishin faktorët të cilët shkaktojnë sëmundjen e tiroides? Which are the reasons that gives the problems of thyroid? Yes, thyroid problems also are very common in this region, Mediterranean region. Në Balkans. zonën mesdhetare gjithashtu edhe problemet e tiroides janë shumë të zakonshme. Nearly 80% the Afërsisht patient 80% we e see pacientëve thyroid problems in females. me probleme tiroide janë femra. It is related with the hormonal factors. Është e lidhur me On the faktorët females, hormonal.
For this reason, mostly we see in Për këtë females. arsye ne më shumë e shikojmë tek femrat. Thyroid problems are Problemet me tiroidin divided into janë some types. Janë disa lloj. But what is wrong, what the patient makes wrong, Por ajo që është e gabuar te they make the blood tiroidi, analysis. bëjnë analizat e When they qafës. see that hormones are normal, Kur shikojnë që hormonet janë normale, they think that they have no problem with the ata thyroid. mendojnë se nuk ka probleme me tiroidin. But 75-80% of the Por thyroid problems 75-80% e problemeve të comes with normal tiroideve thyroid levels. vinë me vlera normale të hormoneve. So it doesn't mean that Kështu if që the nuk do hormones të are normal, thotë që thyroid is nëse normal. hormonet e tiroides It's janë not normale, Like that. edhe tiroidja nuk ka probleme. Mostly the patient comes Më së shumti pacientët with vinë nodules in the me thyroid. nodus në tiroide. The hormone can be normal or Hormonet low mund të jenë normale, or high. ose të ulta ose të larta. If the hormone is high, Në qoftë se hormonet janë të larta, sometimes we start medication. ndonjëherë ne fillojmë me mjekimin. If we can't take answer to medication, Në qoftë se then pardon, if we can't take any answer to ilaç, në to qoftë se medication, trajtimi me mjekim nuk jep përgjigje, then, nuk we reagon ndaj choose the ilaçit, surgery. atëherë ne zgjedhim kirurgjin. but if the patient has nodules Por në qoftë se pacienti ka nodull and if the nodules are growing dhe bigger, nëse nodujt janë duke u rritur, then we have the risk of being cancer. atëherë është rreziku për të formuar kancer të tiroides. Not every nodule goes to cancer, Jo çdo nodull shkon në kancer, but I can say that if por the mund nodule të is them growing, që në qoftë se noduli rritet, if the structure of the nodule, në qoftë se struktura Eko. e tij në eko if it is suspicious, është dyshues, then we have to do a biopsy. atëherë duhet bërë biopsi. And if the biopsy Dhe comes nëse biopsia bad, del keq, then the only solution is operation. atëherë zgjidhja e vetme është kirurgjia. Kirurgjia, po. And it can be treated in any stage Mund të trajtohet në çdo with fazë chirurgy me kirurgji very well. shumë mirë. Very well. Si është rezultati në qoftë se një sëmundje të tiroidës do ta trajtojmë në rrugë kirurgjikale? Pra çfarë rezultati jep? Thyroid is treated Si është rezultati përfundimtar i chirurgical. trajtimit kësaj rrugë? Yes, actually the risk of thyroid operations are very serious. Rreziqet e një operacioni të tiroideve janë shumë të mëdha, Because you work near the nerves sepse Of the punon voice. pranë nervave and there is risk of injuring. dhe ka një rrezik për të dëmtuar ato nerva. It depends on the nodule size. It Varet depends on the nga masa e disease. nodulit, varet nga But sëmundja. the most common risk is Por the voice can go down. rreziku më i shpeshtë është që zëri mund të ulet. Më i madh është që zëri mund të ulet. We can say that perhaps I did in Albania 100 thyroidectomies, I don't know. Mund But të a them lot. që në Shqipëri 4 patients had, my patients had janë the voice vetëm down. 4 nga pacientët e doktorit ka Ma- bërë me qindra, e- vetëm 4 prej tyre kanë pasur This këtë is the problem, risk. ulje të zërit të This is the risk. The Ky është others, rreziku. we tjetër. don't see a Nuk lot. shikojmë. But we can say that maximum the risk of the voice don't goes completely, just Mund të goes themi down. që zëri nuk shkon, nuk ikën plotësisht, po vetëm In ulet, 6 months it comes edhe to në normal 6 muaj ourselves. kthehet në normalitet. The only risk is this, Rreziku i vetëm është ky. but you can't run from the operation because of this. Por nuk mund të heqësh dorë nga operacioni vetëm për këtë rrezik. Gjithsesi ka një përqindje shumë të ulët të këtij It's a rreziku. low percent of Yes, people but with most this of the risk. patients are afraid. Po, por shumica e pacientëve janë të trembur, If it happens to the patient, it sepse is nëse kjo i ndodh for the patient pacientëve, 100%. për pacientët është 100%. When you say that there is a risk of this, Kur thuaj që është një risk për këtë, the patients are afraid. pacientët janë të frikësuar. But in all the world, Kështu që në të gjithë this botën, is the risk of in the ky literature. është një rrezik. This is the risk of literature. Kjo është një rizik i operacioneve kirurgjikale The të thyroid tiroides. cancers
can be treated Por tumoret e tiroidës surgery very well. mund të trajtohen me operacion shumë mirë. They can live a disease-free life. Mund të kenë një jetë të lirë. Sometimes we do much more big operations. Ndonjëherë ne bëjmë operacione më të mëdha. If they come again early with a little Por në incision, qoftë se ata vinë më herët, vetëm me then we një make a total prerje të vogël, it is important to take it total. është e rëndësishme që të hiqet e gjithë tiroidja. We brought here a special Kemi device sjell këtu një pajisje speciale to make it from a little incision. për të bërë një prerje të vogël. Kjo pajisje ndodhet pranë Spitalit Is Amerikan this, të Fierit, në mos gaboj? Can we find this in Yes, American this Hospital here in Fier? device is suitable for transport. Kjo pajisje është e lehtë për të It is transportuar. expensive. Është e shtrenjtë, e kushtueshme, We can, por mund when we have patients in kur Fier, kemi pacient në Fier, while we are coming, we can ndërsa transport vim, mund të marrim edhe pajisje, mund ta there. When we transportojmë. finish the operation, again, Kur mbarohet we can take operacioni, e back. marrim përsëri me vete. Gjithsesi, ju jeni pranishëm çdo të premte You pranë are Spitalit Amerikan të every qytetit të Friday Fierit. here in Fier in Yes, American Medical yes. Center. I'm Po. trying to be every Friday, Po përpiqem që inshallah. të jem çdo të premte këtu. Inshallah, yes. Gjithsesi, doja të bëja edhe një pyetje I tjetër want që to më make vjen another spontanisht. question. Cilat janë ekzaminimet ose konsultat që i bën një pacienti para se të nështrohet Which are ndryrë the kirurgjikale të examination tiroideve? that patient preoperator examinations Yes. for thyroid. Before the operation, the hormone level must be normal. Përpara operacionit, niveli i hormoneve duhet të jetë normal. If the hormone is high, Në qoftë se you hormonet have janë të to larta, make it to the normal level. duhet që të normalizohet. You can't make the operation Nuk with mund të bëhet një high operacion level. It is very dangerous. me një nivel të lartë Ha, hormone, you can sepse make, është e rrezikshme. but Mund të it is bëhet, not good por nuk to është make. gjë e mirë. And if the hormone level is Në low, qoftë se niveli i then hormoneve është i again ulët, you can't make the operation. përsëri nuk mund të bëhet operacion. So you have to first regulate the Kështu që hormone level. duhet të rregullohet së pari niveli i Preoperative hormoneve. one test is hormone analyze. Kështu që së pari janë Second, analizat e hormoneve, së dyti Ultrasound of the echo of the thyroid. eko e tiroideve. Po. These are actually enough. Këto But dyja mjaftojnë if we normalisht. see that Por any nëse shikojnë risk for cancer, që ka ndonjë rrezik për then kancer, we can make a neck scanner. atëherë mund të bëjmë një skaner për qafën, Because we have to see the lymphatic genders sepse around duhet të the shikojmë thyroid. gjëndrat limfatike përreth tiroides. Sometimes we have to clean also Ndonjëherë the ne genders. duhet të pranojmë edhe duhet të pastrojmë edhe ato gjëndrat And gjatë operacionit. actually when I come here, I saw that Kur kam ardhur këtu, kam in parë Albania në we Shqipëri- don't have a radioactive iodine treatment center. nuk kemi një qendër radioaktive. There are some but with low dose. Janë disa, por me dozë të ulët. We taking permission from Ministry of Health. Kështu që po marrim We leje nga ministria Opened a radioactive për të hapur një iodine qendër treatment center. radioaktive, This means radioterapi. that Kjo do të thotë që for thyroid problems, për problemet e after tiroides, the cancer operations, pas or operacionit të sometimes for kancerit, the toxic thyroids, ndonjëherë për tiroide toksike, we give them not chemotherapy, not nuk i radiotherapy. japim kimioterapi apo We give them radioterapi. a special drink, I lamp, japim një ujë të veçantë për të pirë. and it contains Një pjesë të radioactive veçantë dhe ajo iod. përmban jod And radioaktiv. in the body it goes and burns the cells. Shkon në trup edhe djeg qelizat. So the patient stays in an Kështu isolated që room 3 pacienti days. rrin në një dhomë të izoluar për 2 ditë. It is very important because it gives radioactivity Kjo around është e people. rëndësishme sepse ajo i jep radioaktivitet Then the patient goes home. dhe pastaj pacienti shkon në shtëpi. Është një operacion i dhimbshëm për Is pacientin? this a painful Për sa kohë operation for pacienti patient? nis jetën e tij normale? For how many days after the operation the patient begins to live normally? Actually, this is not a painful operation. Normalisht ky nuk është një operacion i In the madh. first day we see a little bit pain, Në ditët e para ka pak but dhimbje, then the patient is completely normal. por pastaj pacienti është komplet normal. We let them stay 3 days in the hospital. I mbajmë 3 ditë në spital, After 3 days, pas the 3 patient can go ditësh home pacienti mund të shkojë në and shtëpi do whatever dhe të they bëj want. çfarë të doj.
Sometimes there can be problems with calcium. Ndonjëherë mund të ketë probleme me kalciumin. I forgot to say it. Kam harruar ta them këtë gjë. And this calcium problem, Por këto probleme they me have kalcium some problems in the hand. Mund të japin disa probleme në I duar. had perhaps 10 or 20 patients with this Ndoshta problem 10 after apo operation. 20 pacient kanë patur këto this probleme. treatment is only calcium. They drink calcium. Por zgjidhja është vetëm të pinë kalcium And edhe that's all. And it passes gjithçka zgjidhet. after 6 months. It regulates. Dhe it kalon passes. pas 6 muajsh So në we can say normalitet. that if no hypocalcemia occurs, Kështu që mund të themi nëse nuk ndodh hipokalcemi, patient can turn to his Pacienti normal life mund t'i kthehet jetës after normale discharging of the hospital. pasi ka dalë nga spitali. Normal food, Mund të normal hajë exercise, ushqime everything normale, normal. një jetë normale. Just we'll have a little scar here. Vetëm do ketë një shenjë të vogël. But how much early they come, the Por sa scar is më much herë more që little. mund të vinë, të paraqiten, shenja do jetë më e vogël. It depends on the size, but normally with this Varet new nga device, masa, por me këtë pajisjen e re, maximum 5 centimeters maksimumi i shenjës do jetë 5 cm. Pra shenja do të thënë është e vogël. So the scar is Pacienti nuk duhet yes. të shqetësohet për sa i përket the danës patient should not be pamjes estetike të tij, about për sa i the përket aesthetic. shenjës së ndërhyrjes. Yes, the last thing that should be worried is the aesthetic. Gjëja e fundit që duhet të shqetësohet është Is pamja But we make a ana aesthetic estetike. incision and we suture it with Por aesthetic. ne bëjmë një prerje estetike dhe i qepim. This device help mirë. us to make it from a small incision. Përpiqemi që ta bëjmë operacionin nga një prerje e vogël. So it is good Kështu që është e mirë. catch it early. Nëse kapet herë, siç e them. Bisedën tonë do ta vazhdojmë edhe në pjesën e dytë të këtij emisioni, pasi We në will këto talk in minuta the do të second shkëputemi part për of pak this. momente publicitet për të falendëruar për zemërsisht sponsorin ton General Spitalin Amerikan, i cili bën të mundur realizimin e këtij emisioni në bashkëpunim gjithashtu me televizionin Apollon dhe bën të mundur ardhin e mjekëve çdo të premte në studio. Ndjekim pak momente publicitet dhe rikthehemi sërish. E pra u rikthyem sërish në pjesën e dytë të këtij emisioni. Në këtë pjesë ne do të mirpresim edhe telefonatat tuaja, numri jon i telefonit do të afishohet në këto momente në cep të ekranit tuaj. Vazhdojmë bisedën, flasim paksa për sëmundjen e kolecistit. Çfarë është nga ana is this? Yes. Cholecyst's also it is common in female, like thyroid. Ashtu si dhe tiroidet edhe kolecistiti ndodh tek femrat. Nearly 80% we see it in female. 80% e pacientëve janë femra. This occurs because of Kjo the ndodh problem për shkak të problemeve. of making bile of the cholecyst. Kjo vjen nga problemet e bilës që prodhon kolecista. Normally, the Normalisht, gallbladder tamke makes its own bile, kolecista bën bilën e vet. but mostly in females, Por this formation më of së the bile shumti goes tek to femrat, sludge formation, pardon, little microcalculus. por tek femrat ndodh që të formohen gur. And then these calculus, if they stay Edhe long, they në grow qoftë se ky slowly gur bigger. qëndron aty, nuk është mirë, jep shqetësime. What is wrong? Ajo që është e gabuar, It is wrong to follow these stones, in my opinion. It is wrong not to treat these stones. është e gabuar mos të trajtosh gurët në tëm. In gallbladder stones, there is not an drug treatment, medical treatment, Gurët e medication. tëmtet nuk kanë ndonjë trajtim me ilaçe. There are some medications Janë disa mjekime which are told to disappear the stones, që thuhet që e shkrin gurin, e largojnë, they are not. por nuk është e vërtetë. So, and also the size of the stones are not Gjithashtu important. as madhësia e gurit nuk është e rëndësishme. What is wrong? It is wrong to say that if Është e the gabuar të size of thuash the nëse stone is madhësia e gurit është e vogël, it is better. është më mirë. If the size of the stone Apo is nëse bigger, it is bad. madhësia e gurit është e madhe, është keq. It is wrong. Është e gabuar. It is wrong because the most dangerous stones Është e gabuar sepse guri më i are the rrezikshëm little stones. janë gurët e vegjël. Because
what the stones make? What these stones Sepse make? çfarë jep ky gur? These stones can create an acute Këta cholecystitis gur mund të infection. japin një infeksion akut të They can tëndit, block the mund të bllokojnë channel of the cholecyst rrugët biliare and they can cause infection. dhe mund të japin infeksion. Second, these stones Së dyti, këta gur can go from the gallbladder channel mund të shkojnë në për kanalet e tëndit, to the main channels of the tek hepar kanali kryesor i mëlçisë and it can make icter, dhe mund të japi ikter, cholangitis kolangjitis and pancreatitis. edhe pankreatit. And these three are very serious. Këto treja janë shumë serioze. And the treatment and Dhe the surgery trajtimi is different in these if they go to the main channel. është i ndryshëm. Në If qoftë they se shkojnë block the normal Në channel qoftë se shkojnë në mëlçi, If they nëse are bllokojnë rrugën without kryesore, any symptom. apo nëse janë pa simptoma. Actually, the diagnosis of these stones Diagnoza are very e gurvit në tënd easy. Just with the ultrasound echo, bëhet vetëm me eko. each radiolog can Çdo understand. radiolog mund ta kuptojë me eko të barkut. What symptoms they make? Simptomat që japin, shenjat që japin, Mostly the stones are asymptomatic. without any më së shumti janë pa shenja, nuk japin asnjë So, shenjë. the patient can understand that Kështu që he has pacientit mund he të or she has kuptojnë a stone nëse kanë when gur, a huge abdominal pain in the right side. kur of ndjejnë dhimbje në pjesën e djathtë të barkut. Yes, sometimes they create after eating, especially for Ndonjëherë pas ngrënies pain in the stomach region japin dhimbje stomaku and in the back, edhe kurrizi, In the back. shpatulla. little pains. Pak nga pak dhimbje të So, lehta. if they have this kind of Kështu që problems, nëse kanë këto lloj problemesh, better to go to a radiolog to është check më mirë its që të ultrasound. shkohet tek një radiolog për të bërë një eko, Because the treatment is very easy. sepse trajtimi i tyre është shumë i lehtë. Because it is a very standard thing. with Se është një laparoscopic gjë cholecystectomy. standarde me që bëhet. Now, a lot of surgeons are making laparoscopic Tani cholecystectomy. janë shumë kirurg që bëjnë laparoskopi, It is coming much more cholecystic. wider in Albania. Po bëhet e shpesh në Shqipëri, So it is a good thing that it kështu is që është coming një wide. gjë e mirë që po përhapet gjerësisht. So every patient can be treated with Kështu laparoscopy që çdo pacient mund të trajtohet me if no laparoskopi, complication occurs. në qoftë se nuk ka Because komplikacione. cutting and cutting the muscles to Sepse take të it, presësh muskujt it is all technique and it është is teknike much more painful. edhe është më dhimbshme, Healing is late. të shërimi është më i vështirë. If you do it with laparoscopy, Nëse bëhet me laparoskopi, the other day the patient can ditën go to tjetër pacienti mund të shkojë në Mund shtëpi. të shkojnë në Yes, shtëpi. with sonda. Without cutting Ose bëhet me sonda operacioni. abdomen. But if the stones blocks the channels, Por në qoftë se guri bllokon kanalet, then the operation changes. atëherë operacioni ndryshon. Then we open the abdomen. Hapet barku, We make again there is a special camera called përsëri është një kamerë speciale then we go and take the stone që from shkojmë dhe heqim gurin nga koleçista. There is another technique. Po. Ka dhe një teknik tjetër, Now it is available in American hospital. në spitalin amerikan, It is kjo called është ERCP, quhet Po. RGP. When the stone blocks the main channel, kur guri bllokon kanalet kryesore, then without opening the pa e patient, hapur atë, we go with a sonde from the mouth shkojmë me një sond nga goja and they take the like endoscope. They take the stone dhe si from një inside. endoskop mund të merret guri nga sipër. Not me. One of my friend is making this Jo doktori, po një mjek tjetër po e bën. from sonda, but not the gallbladder stones, the main channel stones. Pa shkuar tek Atëre nga regjia më informojnë që kam bërritur një telefonat në studio. Alo, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zënë. Kam një problem. Po? Më blokohet syti, Po? ëndër jashtë mase,
më dhëm stomaku She had Adams dhe ka më dhimbje në krahët jashtë në shpatull. and from the right shoulder. Të bllokohet fyti, ke dhimbje të stomakut dhe dhimbje në anën e djathtë të shpatullës, në mos gaboj. Po, ëngjën jashtë mase, kur më bllokohet fyti dhe më priket këmbër. And when Nuk kam her mundësi throat hapti. gets blocked, she doesn't have she doesn't walk. Para se doktori që ne kemi të ftuar në studio të flasi Went në to lidhje. a doctor for this problem? Ka shkuar tek një mjek për këto probleme më përpara? Po, zonjë, Para 15 vitesh kam qenë në spital. Yes, she has been in hospital some days. Dhe kam bërë një 4 ditë dhe nuk më kam tjera. She had been hospitalized for 4 days and nobody has told us anything. Kam bukë të hare, nuk arrija ta bëja. atëherë, zonjë, para se doktori që She kthej had made përgjigje blood pyetjes apo analysis. shqetësimit që kishit, unë doja të thoja që mund të paraqiteni çdo të premte pranë spitalit amerikan, aty keni të pranishëm doktorin që ne kemi të ftuar në studio. Gjithsesi unë ju falenderoj për telefonatën, ju falenderoj edhe që jeni të pranishme sonte me ne. Nuk ka mundësi doktori të më sqaroj. Po, patjetër. Can you Patjetër tell që her, do të sqaroj. about Atëherë, Yeah, actually, the pain that she prescribes normalisht to us, dhimbja që zonja shpjegoi, perhaps she can have the thing that we talked mund të ketë cholecystitis. gjërat që ne Perhaps treguam përpara gurin she në dropped tëm. some microcalculus because it makes back pain. Mund të disa nga Right gurët side, mund të right shoulder ketë sepse pain. kjo jep disa dhimbje Pain here. stomaku, dhimbje mbrapa të shpatullat, And vomiting and reflux. të vjella Po. gjithashtu. Sometimes they drop the little stones. Ndonjëherë gurët e vegjël bien, And you can't, the blood analysis and the echo can come to normal. edhe ekoja mund të dalë normale apo analizat e gjakut, But they don't make thorax blockage. por nuk japin probleme me fytin. Also, perhaps she can have a reflux. Mund të ketë gjithashtu edhe What reflux. she will have an abdominal echo for Për this këtë reason. ajo duhet të bëjë një And eko if barku needed, an endoscope. dhe nëse është e nevojshme dhe një endoskopi për stomakun. Atëherë nga regjia më informojnë që kam rritur dhe një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. E keni kaluar. Po, zotri, më thoni. Atëherë telefonata është shkëputur, nga regjia më informojnë që telefonata është shkëputur, ndërkohë që jemi në pritje të telefonatave të tjera. Sonte kemi një fluks telefonatash. A lot of Jeni një gurimbar i mbrëmjes së këtij emisioni. Gjithsesi, të gjithë teleshikuesve, të gjithë telefonuesve u informoj vazhdimisht që doktori është i pranishëm çdo të premte pranë Spitalit Amerikan të qytetit të Fierit. Aty mund ta gjeni të pranishëm dhe është e rëndësishme që ju të bëni një konsultim, një ekzaminim apo një bisedë të pranishme me doktorin që është tek spitali. Atëherë një telefonat tjetër në studio. Alo, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po. Alo. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Doja të pyesja pak doktorin për sërish në qendra tiroide. Po, patjetër. Pasi jam i kuar, kam një ditë dhe kam marrë disa ilaçe për letrat dhe i pi ato vazhdimisht, po ndi një shqetësim të sërish, kam mbytje në fytyrë. Edhe një herë ju lutem. Vuani nga qendra tiroide. Jeni mjekuar më përpara? Dhe kam një ditë që mjekuar me ta. Keni Dhe një shqetësim, po çfarë shqetësimi? mbytje në fytyrë. Aha, mbytje, ndjeni shqetësimin e mbytjes së fytit. Sa vjeçë jeni mund t'ju pyes? Çfarë moshe keni? 40 vjeç. Momentalisht Vizitën e kam bërë në Tiranë. Dhe She Po. has been visiting Tirana. i kam bërë vizitën në Tiranë, më dallat laka. This dashir and nodule po, dashir gender. Ka gjëndër Shumë soja? logike. Nodul në pamjen e jashtme? në pamjen e jashtme zonjë, keni gjëndra? Pra, në pamjen e jashtme të fytit. Aha, jo. Hormones are normal. Hormonet janë normal? Hormonet në çfarë niveli? Në nivel normal? Si ju kanë dalë? Të më të di. Nuk e keni bërë ekzaminimin e hormoneve?
But the echo. Ke bërë eko? Eko? Doktori Zonjë, doktori ju pyet, a keni bërë ju një eko? Jo, nuk ka bërë zonja, nuk ka bërë një eko? Then we can't understand does she have a thyroid problem or not. Atëherë ne nuk mund të dim nëse ka një problem me tiroidet apo jo. For the thyroid, Për she must tiroidet, have an echo. duhet që She të has to bëj make an eko për tiroidet. Yes, yes. And Ka bërë hormone një analysis. vizit dhe She had make a visit. Yes, she can have an Thonë echo që and we can see problemi ishte i Po, tiroideve. zonja mund të vijë dhe ne mund ta shikojmë. Echo, she has to Normale. Por duhet të bëj eko. Zonjë, çdo të premte, doktori është i pranishëm pranë Spitalit Amerikan në qytetin e Fierit. Çdo të premte mund të paraqiteni, ose edhe çdo ditë të javës mund t'ju informoj personeli që ndodhet në Spitalin Amerikan. Mund t'ju informoj. Faleminderit ju. Mirupafshim. She Atëherë, will come for visit. Okay. She's saying. So, as I told, Si thash? gallbladder stones are very common. Gurët në tënd janë shumë të zakonshëm And if the patient creates a stone, dhe në qoftë se një pacient it means ka that një gur, the formation of the bile, do të thotë që is not formimi i biles so nuk po no funksionon. ilaç, there is no Kështu there që is no nuk ka medication in the asnjë world mjekim në botë, that can make it ilaç to në normal. botë që mund ta kthej pacientin So në the patient needs normalitet. an operation. Kështu që pacienti ka But, nevojë për operacion. This is not to be afraid. Por kjo nuk It's a është diçka për të very routine frikësuar. thing for us. Është Është diçka diçka rutine e zakonshme për ne. Yes. atëherë kam rritur një telefonat tjetër në studio. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, ju dëgjojmë shumë mirë. Jam një qytetar nga Vlora Po? dhe kam probleme në stomak. He Po? has cholecyst Kam problem. bërë një rogë tek aty në Vlorë, tek Maki, Gega të doktor Maki dhe më kam dhënë me 4 dy në stomak. He has calcul. Keni bërë Ty janë me Cholecystosis. 1 centimetër, 2 janë me 1 cm. centimetër dhe ty janë të vejtë. He has keni 1-2 bërë një centimeters vizitë dhe ju and kanë the nxjerrë me other gur are në të? small. Po, Aha. ty janë me 1 centimetër dhe ty janë të vejtë. And he has 4. 2 are 2 centimeters and the other small. Ti do të trojë unë për shumë që ringet kam fare, nuk ndjemi shqetësime që djeturë, Nuk ndjeni shqetësime, pra nuk keni problem? nuk ndjeni ashtu shqetësime. He doesn't have any symptoms. Po cili është problemi juaj nga se shqetësoheni ju? Po shqetësime se i kam në tëmë, kam 4 burë, ty të dhekët e të të më dhe nga 1 centimetër. What can he do? Yes. Now, this is the actually good him to telephone us. This is the exact patient that Është I shumë mirë që tried to zotria na ka explain. telefonuar sepse This- kjo është ajo gjë që unë doja të stones shpjegoja. mostly are without any symptoms. Gurët më së shumti janë pas një shenjë. No symptoms. Nuk kanë Accidentally, they make an echo and they found it. Ato gjende bëhet eko edhe the zbulohen. number of the stones and Por the numri sizes i are gurëve actually not edhe important for us. madhësia e tyre nuk ka rëndësi. Because the anytime 1 or 2 or 3, 4, 5, 6 doesn't matter. Sepse nuk ka rëndësi 1, 2, 3 apo Anytime 6. he has Çdo under herë risk ka një rrezik to grow që një nga gurët pancreatit and të cholecystitis. japi kolecistit apo pankreatit. And if it creates it, then he will be very Në qoftë se ndodh emergent. kjo gjë, atëherë do jetë do and, vi si pacient urgjent. Carrying the stones for a long time Edhe ti mbash ato gur për një kohë të gjatë, increases 10 times the risk of being jep gallbladder 10 cancer. herë më shumë rrezikun, the risk For this gallbladder cancer. për kancer të kolecistit. After a long Pas një time. periudhë shumë të periudhë gjatë. gjatë. This patient needs a Kështu që ky laparoscopic pacient ka cholecystectomy. nevojë të bëj laparoskopi për Laparoskopi? kolecistin, për heqjen e Laparoscopic tëmtit. cholecystectomy. He can have it in Vlora. Mund të He can come to Fier, mund doesn't të matter. duke qenë nga Vlora mund të vinë në Fier He se needs mund ta an bëjë apo dhe operation. në Vlorë operacionin, por duhet që ta bëj operacionin. Zotëria mund të paraqitet, gjithsesi unë po përsëris vazhdimisht që çdo pacient që shqetësohet ose ka probleme me kolecistin ose probleme të tjera kirurgjikale mund të paraqitet pranë Spitalit Amerikan. If he waits
to be symptomatic, Në to have qoftë se some zotëria problems, pret që të bëhet të ketë ndonjë problem, it will be wrong. do jetë e gabuar. It will be Në wrong. qoftë se pret që të ketë shenja, do jetë e gabuar. Better to treat this before creating symptoms. Le të trajtohet përpara para se të ketë shenja. Yes, and one day he stays at the hospital, the other day Një ditë do qëndrojnë në spital, pastaj ditën tjetër do kthehen. Shkojnë në shtëpi. Atëherë mund të paraqiteni pra siç e thash pranë spitalit amerikan, çdo ditë të javës, gjithsesi mjeku është i pranisur çdo të premte pranë spitalit amerikan të qytetit të Fierit. Atëherë nga regjia më informohen që kam bërritur një telefonat tjetër në studio. Alo, mirëmbrëma. 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 Po, ju dëgjoj. Po. Ka të qotën të të morë? Kë? Ka dhimbje koke? Po. Ka dhe të dhjela? Po. Dhe në momenti që ka dhimbje koke dhe të dhjela, dhimbje të të tjërë. Ka të reko dhe të gjitha tonë të zemë të veshave? She has make Po. ultrasonography for it. Nga të dhjën kjo dhimbje koke. Dhimbja e kokës i vazhdon ende? Atëherë, nuk e di nëse telefonata është ende në linjë? Telefonata është shkëputur? Atëherë ishte një paciente nga Mallakastra. E falenderoj për shikimin, e falenderoj për telefonatën. She has headache, vomiting. Personi sa i afërt kishte një problem, dhimbje koke, të vjella, i kishte të vazhdueshme. She said something about the face after vomiting, but I couldn't yeah, hear. actually the continuous headache Në fakt, dhimbjet e vazhdueshme të vomiting kokës dhe të is vjellat serious. janë serioze. Po. it can be in the brain, some brain problems. Mund të jetë ndonjë problem First, truri. Second, it can be the Së reason pari dhe së dyti mund of të ear jetë problems. Probleme dëgjimi. But Problemet e veshit. we take everybody can have headache. Por çdo kush mund të anytime. ketë dhimbje But koke the most çdo important herë. thing, Por gjëja më e If rëndësishme the është headache like this patient nëse dhimbjet e continues kokës si te ky pacienti vazhdojnë and with the headache vomiting, dhe bashkë me dhimbjet e kokës edhe të vjella, it is very important. është shumë e rëndësishme. It means that the pressure of the brain Do të goes thotë high. që presioni i trurit është rritur. She has to take it serious Kështu që duhet and ta marrë she has to seriozisht have a cranial magnetic resonance. edhe duhet të bëjë një rezonancë magnetike të kokës. For sure. Inshallah, in magnetic resonance, Do if zotë we see that rezonanca magnetike it is normal, del normale, then this can be treated with medication. edhe kjo pastaj mund të trajtohet me mjekime. But first, Por së pari, before taking the medications, përpara se të marrë mjekimin, she has to be sure that duhet të with sigurohet the që resonance magnetic of the brain, rezonanca magnetike nothing is wrong. nuk del normale. These symptoms is important. Këto simptoma janë të And rëndësishme. resonance magnetic is easy and Dhe rezonanca shows magnetike është e lehtë dhe tregon 97% what is wrong. 99% se çfarë është e gabuar, çfarë nuk shkon. Yes. Po. Duke qenë se jemi në pritje të telefonatave të tjera, atëherë flasim pak sa për sa i përket obezitetit. Let's talk about Vitet e fundit, obesitet. duke qenë se dhe Nowadays, Mesdheu është një vend që Mediterranean personat pra qytetarët is- shqiptar e paraqejnë shumë mishin apo produkte të Albanians tjera. like meat and other foods. A është ky faktori i cili çon këta persona drejt obezitetit? Is this a kush janë- factor that mëse, gives kush janë obesitet? faktorët të cilët e Which çojnë are the persona drejt factor obezitetit? for this obesitet? Yes. The most common factor Faktori is më kryesor është eating në ngrënie, problemet e të ngrënit, diet problems. problemet me dietën. Po. Më falë që në këtë momente do të ndërprej pardon, sërish, but pasi we nga have regjia another më phone call. informojnë që kam rritur një telefonat tjetër në studio. Telefonatët sot janë të pa numërta. Alo? Alo, mirëmbrëma. Mbrëma, Po. kam nënën time, është në 90 vjeçme. Po. Po. Është me ka bërë eko për ta punë të. A mund të bëhet operacion? His mother is 19 years old and he has calcul in cholecyst. Can she be operated? 90. Yes, 90. For very old patients, Për pacientë shumë të moshuar, if the patient are not në symptomatic, qoftë se pacientët nuk kanë shenja,
actually we don't prefer operation. Zakonisht ne nuk preferojmë që t'i operojmë. If it is not causing her problem, Në qoftë se nuk i shkakton probleme, if she can eat, në drink, qoftë se ajo mund të hajë no normalisht, need to operate. nuk është nevojë të operojë. Because we mostly operate if the patient will live long with this stone. Zakonisht operojnë pacient që do jetojnë për një kohë të gjatë But, me gurët. For asymptomatic patients, Por për pacientët pa shenja asimptomatik, bigger than 80, më të mëdhenj se 80 vjeç, no need to operate. nuk është nevojë të operojnë. No need to operate. Nuk është nevojë. Because these patients Sepse këta pacient risk is very high, anesthesia risk. rreziku për anestezinë është shumë i lartë. I don't know if she can eat and drink Nuk e di normally nëse without ajo pain. mund të hajë normalisht apo të pi Can she normalisht pa dhimbje. Eat and drink normally? We Nëse can ask. mund. Telefonata shkëputur, nuk... So we can say that for 90 years of old age, if Mund të the themi për patient një moshë 90 vjeçare, don't has a lot of symptoms because of nëse the stone, pacientja nuk ka shumë çrregullime për shkak të këtyre No need to gurëve, operate. nuk është nevojë të operohet. Pra nuk është nevoja të operohet. Çfarë trajtimi mund të ndishet në rast se Yeah, nuk mund treat- të... Which are the treat? for this patient, Për këtë pacient, they have to eat low fat diet. vetëm duhet të kenë një dietë me sa më pak Not dhjamra, red meat, jo mish të kuq, jo mish viçi, jo mish viçi, qengji, mish peshku, mish peshku fish duhet të meat, haj, vegetables, perimet, olive oil, vaj ulliri, it's okay. janë shumë Low fat mirë. to be kujdes. Të hahet sa më pak dhjamra në mënyrë që të jetë më mirë. Gjuna, no need to operate. Por është keq që të operohet një 90 vjeçare. Po. Atëherë po flisim për sa i përket faktorëve të cilët çonin një person, We pra were çonin individit talking drejt about the obezitetit. fact Një nga that faktorëve gives ishte obesitet. edhe ushqimi. One Yes. of these is the Faktorët food. të tjerë? This actually is mostly problem in developed Ky më së shumti countries. është problem në vendet e zhvilluara, Developed countries like America. si Amerika. For example, in America, Për shembull, right në now, Amerikë, also tani- some part of the Turkey, Ose në Like disa vende Istanbul. të Turqisë, si Istanbuli, capitals, the Kryeqyteti. most problem problemi më is the kryesor morbid obesity. është obeziteti, barku i madh. Because of the working time is not regular. Për shkak se koha e punës nuk është e rregullt, Fast foods fast foodet, causes this këto obesity. shkaktojnë këto obezitet, And shëndoshje. with the obesity, Dhe kjo shëndoshje, the patient has hypertension, pacienti problems. ka hipertension, probleme zemre, heart problems, even lung problems. mund të ketë edhe probleme We mushkrish, can say that all the mund systems të go themi që të below. gjitha sistemet dalin nga norma. So first, Kështu së pari, these patients have to këta have a good pacientët diet. duhet që të kenë një dietë të kontrolluar. But if it goes to morbid obesity, Por në qoftë se shkon fryrje barku, even they do diet, edhe nëse bëjnë dietë, it is not in their hand. They have nuk hormonal është në duart e disorders. tyre. So they will even they Çrregullojnë drink water. They say hormonet. that I am Kështu gaining që weight. edhe nëse pinë ujë ata shëndoshen. So these patients first have to be Kështu që checked këta from an pacient- endocrinolog. Së pari duhet të kontrollohen nga një endokrinolog. If there is no endocrinologic problems, Në qoftë se nuk ka probleme then endokrinologjike, we atëherë calculate the index. kontrollojmë indeksin. It is called body mass index. Quhet matja e trupore e indeksit. If this index is Në qoftë se ky high, indeks është i lartë, then we make a morbid obesity surgery. atëherë bëhet një operacion barku për këtë barkun e shëndosh. With sonda, Me sonda we make a small stomach, bëjmë një stomak më të vogël, a new stomach. një stomak të ri, So the patient loses kështu që nearly pacienti humbet për afërsisht every month, in the first month, 10 kilograms. në muajt e parë And humbet then çdo every muaj nga month, 10 kg 5 to 6 kilograms. dhe pastaj në muajt e tjerë 5 deri në 2 kg. And with this operation, Me këtë operacion, if
if the indication is good, Në qoftë se indikacioni if është he i really mirë, needs surgery, në qoftë se me të vërtetë ka nevojë për diabetes operacion, can be treated in morbid obesity. One problem is also diabetes. Një nga këto problemet në obezitetin është diabeti, It would be trajtohet much more diabeti, easy to regulate edhe do jetë hypertension. më e lehtë për ta rregulluar. Sometimes we cut the medication of diabetes and hypertension after the operation when they lose the Ndonjëherë weight. pas operacionit, pasi ka rënë nga pesha, ndërpriten ilaçet e diabetit In dhe të Albania, tensionit. Por në we don't Shqipëri, have too much morbid obesity ne nuk patients. kemi shumë pacient me këto probleme. Because everybody is Për shkak working se very hard and pacientët, çdo person eating punon is much more shumë better edhe than America and the others. është ha ushqime më të mira se there are ushqimet some patients- amerikane, por ka disa pacientë, Also, there are some patients we operated here. janë edhe disa pacientë që ne kemi operuar këtu. They are doing very well. He gave 12 kilos in 1 month. But Ata kanë humbur 12 kg në muaj, mostly first por së till to pari operation, they have to go on with medication. ata duhet të marrin mjekim përpara operacionit. Minutazhi, po më thuaj? So, just I want to tell mostly Dua të them vetëm që më së in general, shumti, në përgjithësi, not for these specific diseases that we jo talk, për këtë sëmundje specifike, këto sëmundje specifike që ne folëm, patients should be familiar with the hospitals. pacientët duhet të jenë të familiarizohen me kontrollet e vazhdueshme. In all cities in Albania, Në çdo qytet të Shqipërisë they have the ability for blood kanë analysis mundësinë për të bërë analiza gjaku and every routine controls. apo çdo kontroll rutinë. Everybody can reach to a hospital. Çdo person mund Doesn't të matter. shkojë në So, spital, nuk ka if they problem. do it, Kështu që nëse i and bëjnë if këto they find the diseases early, dhe në qoftë se i kapin sëmundjet then në it is fazat e very easy hershme, to treat. atëherë është shumë e lehtë për të Now, in trajtuar. the world, the aim is this. Tani në botë qëllimi është ky. You have to treat the Duhet patients të trajtojnë before pacientët they get sick. përpara se të sëmuren. So, if you protect Kështu them, që nëse i before mbroni getting ata përpara se të sëmuren, then everybody will be comfortable. atëherë çdo Of course. njeri do jetë You mirë. can't Sigurisht even ti stop nuk mund everything. të heqësh dorë nga gjithçka. Also, we have some limits. Ne kemi Normal. disa limite In the world. normalisht. Everybody is in the dying in world. So, Çdo person në botë. but we can say that nearly 70-80% Por of mund të themi diseases që with routine 70-80% e këtyre you can sëmundjeve në stop kontrollet të rutine complications. mund të ndalojnë komplikacione. Po. This is the what I want, what I Kjo është offer. ajo që unë doja të ofroja. This. So, and I don't know, do we have time? Unë do dhe të falenderoja për zemërsisht që ishit sonte me ne. I want to thank you Jeni for being mirëpritur dhe në here emisionet with tjera në us. vazhdim. Emisionet tonë një erdhi fundi. These were the last minutes of the operation of this show. Okay. I hope we are helping to understand the people something. I hope Jam në lumtur it is, që being arritëm të to kuptonim njerëzit explain the diseases actually. edhe të shpjegoja But sëmundjet. Por of course they have to go to the nearest doctors that they have. ata duhet të shkojnë tek pacientët më të afërt që kanë. And mostly Dhe më së now the shumti- patients also can get use from internet. Pacientët mund të informohen edhe për internetit. These days it's very easy. Këto në ditët e sotme është shumë e lehtë. When they write the diseases into internet, they Kur can find very shkruajnë helpful sëmundjet në internet, information. mund të marrin informacione So më të mira. we advise them Kështu që i rekomandojmë ata, before deciding përpara se something, të vendosin diçka, they have to search, duhet të kërkojnë, not to go blindly. jo të mos shkojnë verbërisht. So if they search, Kështu që nëse kërkojnë, they will see that we are trying to tell the truth. We are trying to give some information. ne përpiqemi të japim disa informacione. Better to be informed. Më mirë që të jenë të informuar. Faleminderit dhe njëherë, faleminderit për zemërsisht. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues. Bashkë do të rishihemi të premten e ardhshme. Deri atëherë ju uroj një shikim të këndshëm të programit në vazhdim në televizionin Apollon gjithmonë. Mirupafshim.
Unit Medicina, Spitali Amerikan.